vizitën e parë për festën e Kurban Bayramit, si për çdo vjet edhe si vjet, vim te Bashkia Islame e Kosovës për t'ia uruar miftiut Naim Tornava dhe bashkëpunëtorëve të tij. Këtë festë të sakrificës, e cila na e përkujton e vazhdimisht na mëson që edhe sakrifica është festë, sepse ne i gëzojmë të mirat dhe frytet e atyre të cilët kanë sakrifikuar para nesh dhe kanë mundësuar që ne të kemi liri e prosperitet, para se gjithash dëshmorët e martirët e kombit, ku ne asnjëherë nuk e harrojmë që aty janë edhe 37 imam hoxhallar nga lufta çlirimtare bardhëse se cilës ishte UÇK-ja, e deri tek ajo që bëjmë sot si institucionet të shtetit, si Bashkia Islame, si shoqat bereqeti, që qytetarëve të Republikës t'ju dalim ndihmë për çdo nevojë që kanë, me qenë se Kurban Bayrami është festë e cila na obligon të ndihmojmë njëri tjetrin, të përkujdesemi për njëri tjetrin, të tregojmë solidaritet, bujari, dashamirësi për të mirën e përgjithshme, duke mos e lënë asnjëri mbrapa. Edhe një herë urime Kurban Bayrami, me fat e për hajër, si themi në mënyrë popullore, të gjithë qytetarëve.